Fund Jack kuptoi gjithçka. Ai mori dronin në duar dhe kuptoi se kishte qenë pushtuesi. Atelis e ftoi të qëndronte aty atë natë, dhe ndërsa binte mbrëmja, Jack u mirëprit në një shtëpi familjare. Ai konsumoi një vakt me bukë dhe supë të bërë në shtëpi, duke parë fëmijët të luanin me lodra të gdhendura prej druri. Ai dëgjoi pleq tregonin histori mbi jetesë dhe uniteti. Ai pa se si mblidhnin ujin e shiut, kultivonin tokën dhe e qepnin rrobat e tyre. Nuk ishte asgjë të kotë. I shtrirë në një dyshek kashte atë natë, Jack kuptoi se tashethemet në shtëpi ishin një mekanizëm mbrojtës, një mënyrë për botën e jashtme, për të racionalizuar atë që nuk e kuptonin. Banorët e ishullit nuk ishin përbindshëm, ata ishin mbrojtës të paqes së tyre. Në agim, pas një lutje në mëngjes, fshati e shoqëroi Jackun drejt shkëmbimeve. Dyshimi ishte zhdukur, i zvendësuar nga buzëqeshje të ngrohta. Një vajzë e vogël i duroi një xhingël druri. Atelis i shtrëngoi dorën për herë të fundit, duke i thënë të linte zemrën ta udhëhiqte. Ndërsa Jack zbriste në barkën e tij, ai ktheu kokën prapa për të parë fshatarët duke i përshëndetur. Duke lundruar përsëri në kontinent, Jack mori një vendim. Ai kuptoi se mënyra më e mirë për të respektuar historinë e tyre ishte të sigurohej që ajo të mbetej pa treguar. Pas kthimit të tij, ai fshiu pamjet, duke mbajtur vetëm disa fotografi piktoreske për vete. Kur banorët e qytetit e pyetën për udhëtimin e tij, ai thjesht u tha atyre se disa vende ishin më mirë të liheshin të qeta. Ai nuk u kthye kurrë në ishull dhe nuk e zbuloi kurrë vendodhjen e tij, duke mbajtur sekretin brenda vetes si një rojtar i paqes që kishte parë për një kohë të shkurtër. Faleminderit që e pat. Nëse ju pëlqeu videoja, ju lutem mos harroni të lini një pëlqim, të regjistroni dhe të shtypni zilen në mënyrë që të mos ju humbisni kurrë historitë tona të ardhshme.